Rreshjet e kohëve të fundit bën që në tokat bujqësore të ketë prezencë të ujit. Për të mos dëmtuar të mbjellat, ndërmarrja e shërbimeve publike në Bashkinë Korç po vijon punën për pastrimin e kanaleve dhe kullimin e tokave bujqësore. Kryetari i fshatit Dërsnik thosë se veç kanaleve kullues, po kryet pastrimi dhe i kanaleve vaditës për të parapërgatitur sezonin. Tashti edhe për të mbjellën nuk kemi ndërhyrë dot, ja duhet të mbjellim jonë gjatë tashi, të mbjellim edhe misrat. Nuk kemi ndërhyrë dot se koha ka qenë shumë e keqe. Po tashi nuk varet dorë tonë këto. Me këto punime tashi jemi shumë të kënaqur. Kemi bërë shumë kanale kulluese, kemi ndërhyrë ku kanë qenë, po thaj se kemi bërë të gjitha, po jeri përsëritim gjende. Ka prani të ujit në toka, është e nevojshme që të bëhet kullimi? Tashti ka prani të ujit sajrë, po nuk ju dajnë të afër, po nuk ashtu, ka blokime, ka ashtu, po neve ju kemi qëndruar në koka kur jeton. Sa kilometër kanal janë pastruar deri tani? Mund t'je bërë mbi 5 kilometër kanal. Në cilat kultura janë të mbjella kryesisht? Jonxhe, grurë, kullime kështu. Në fshatin Dërsnik jetojnë rreth 1000 banor që jetesën e sigurojnë kryesisht përmes bujqësisë dhe pak blegtori. Ata kultivojnë më së shumti perime dhe misër.